do të luajmë rolin tonë në krijimin e këtyre institucioneve. Ma nuk ka marrëveshje me askund deri më sot. Ju përshëndes gjithëve. Siç po shihni sot me 2 deputetë të nderuara. Do të bëjmë edhe formalisht registrimin në parlament. Besoj që për gjithë anëtarët, simpatizantë dhe votuesë e nismës është një ditë e madhe. Për rikthimi i nismës në parlament. Besoj që ka qenë një zë munguar. I siguroj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, natyrisht edhe votuesit tanë, aktivistët tanë, që ne do të punojmë fort në shërbim të vendit. Do të ngrisim gjitha të çështje, të cilat ne besojmë që janë të mirë në Kosovës. Do të kemi iniciativa ligjore. Do të ballafaqohemi me argumente politike. Do të rregullojmë shkallë të lartë të pikurisë tonë politike. Do të mundohemi që në Parlamentin e Kosovës me ide freskohet dhe dinamizohet puna në Parlamentin e Kosovës. Do të jemi një forcë politike si gjithmonë, e gatshme për të bashkëpunuar për interesa nacionale në shërbim të Kosovës. Ne dim dallojmë dëshirat, ambicet personale me aktivitetin politik, me marrëveshjet, me takimet, me nevojat e përbashkëta, me gjetjen e gjuhës së përbashkët. Fundit, ky është funksioni i parlamentit. Zoti Lima, ja keni marrëveshje me zoti Kurtin për qeverinë e re? Të bashkohen forcat politike për të ofruar një mundësi më të madhe Kosovës në gjitha planet, zhvillimin ekonomik politik. Gjithë jemi dëshmitar që gjërat kanë ndryshuar, bota po ndryshon, rajoni ka ndryshuar e po ndryshon. Kosovën e presin shumë sfida të mëdha në gjitha planet, edhe në politik, edhe ekonomik. Më shumë se kur Kosova ka nevojë për një rrjedhje të fuqishme ekonomike, më shumë se kur ka nevojë për një dinamizim të politikës së jashtme, të partneritetit me miqt, të bashkëpunimit me miqt. Ne më kthy Kosova, jo në tabelçitje, po më kthy Kosova me argumente të saj fuqishëm, me marr tempon e iniciativën e argumenteve të veta, plasimin aty në argumenteve atje ku duhet, dhe kështu një dinamizim i ri, dhe ne do të japim kontributin tonë. Ne presim që qeveria institucionet të krijohen sipas afateve kushtetuese. Ne do të luajmë rolin tonë në krijimin e këtyre institucioneve, pra sa neve na takon e kërkohen nga ne. Edhe të përfundon detyra jone kushtetuese. Kështu që pak a shumë këtu jemi. A ka marrëveshje nisma me vetëvendosen? Nisma nuk ka marrëveshje me askund deri më sot. Dhe nisma është e gatshme dhe do të punoj fort që Kosova të fitojë institucionet. Kosova mos shkojë në krizë parlamentare, po ajo që më thonë deri me tani ne nuk kemi asnjë marrëveshje me asnjë formacion politik. A do ta votoni? Çfarë do të ndodhin, do të shohim nesër dy ditë. Dhe nga nesër fillojnë ky procesi. A i keni kthyer përgjigje Haradinajt në shkresën që ju ka nisë? Nesër i keni sigurisht mund të kenë zhvillime. Zoti Haradinaj, keni pas asnjë E ka quajtur të turp kudo që votë. Nuk e di çka ka ndodhur. Pa i keni pranuar një shkresë nga Haradinaj, zoti Lima, e keni një shkresë pas deklaratës. Ai para ditë deklaroi që ju ka dërguar një shkresë. Edhe nuk keni komunikuar për asaj periudhe. Si më thonë kështu, dëgjoni. Unë nuk kam asnjë shkresë nga askush, unë nuk kam pa në takim, në takim në kund që dikush mos më taku. Nëse ju keni pa në takim, nëse keni pa në diku në marrëveshje, nëse keni pa në grupim, e ju një gazetar. Edhe nëse ka munguar unë, atë keni të drejtë me thonë, nuk di që ka pas në takim. Opozitës apo qeveritë të vetëvendosen me tani, ne nuk kemi asnjë marrëveshje politike me askënd dhe natyrisht kushdo që ofrohet ne jemi të gatshëm me ul me vizitu që Kosova më dhe me... Edhe parlamentare? A jeni në postë parlamentare? A keni postën e parlamentare? Unë pasi s'po marrëveshje, po.